Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës ujore. Do bëjmë leximin e radhës të dashur ujore dhe shikoj që kjo javë ka një ton të fortë reflektimi dhe vendosmërie. Nuk bëhet fjalë për veprime të mëdha, por për forcë të qetë dhe stabilitet në mendimet e juaja. Big Medicine Well tregon një cikël që është duke u përmbyllur. Mund të ndihesh sikur ke bërë një rrugë të gjatë në marrëdhënie, karrierë apo një proces personal dhe tani është koha për të parë atë panoramën apo të fotografinë e plotën. Një pyetje që do i bëja, çfarë mësove nga kjo përvojë dhe çfarë doje të merrje me vete në kapitullin e ri të juaj të dashur ujor. Drejtë ajrit të tregon pasigurinë, dilema ose mendime që mund të bëjnë që të dyshosh në vetvete apo në rrugën tënde. Kjo është një energji kalimtare që vjen kur diçka e vjetër po largohet dhe e reja ende s'është bërë e qartë, apo për ju është e pasigurt. Mos e lejo që dyshimi të ndalë, kjo është një shenjë që po mendon me kujdes, jo dëpsi. 7 të zjarit të dashur ujor është qëndrueshmëria e pastër. Qëndrueshmëri e pastër, edhe pse ndonjë gjë mund të duket e lodhshme ose ngadalt, ti je më afër suksesit se sa mendon. Kjo letër të thotë të mos heqësh dorë tani. Fiton ai që vazhdon edhe kur të tjerët e ndalin. Dhe luftëtari shpirtëror apo spiritual e mbyll javën me një mesazh fuqie të dashur ujor. Kjo është energjia e luftëtarit që të qetë që njeh drejtimin e vet dhe nuk ndikohet nga zhurma e jashtme. Do thot nga të tjerët. Nuk ka nevojë të bindesh askënd, mjafton të qëndrosh i palëkundur në bindjet e tua dhe të ecësh me integritet. Shiko fotografinë më të madhe. Çfarë përfundon dhe çfarë është duke përfunduar dhe çfarë duhet të lindë. Mos u përfshi në dyshime, mbaj qëndrueshmërinë mendore të dashur ujor. Ruaj durimin dhe edhe nëse gjërat nuk ecin ashtu siç do doje, shpejt apo në mënyrë si do doje. Mbyll javën duke qëndruar besnik vetes dhe vlerave të tua. Në thelb të dashur ujor, kjo javë është për forcë të heshtur dhe përmbyllje me dinjitet. Çdo pasiguri e përkohshme, qëndrueshmërie dhe besimi në vete janë ato që do të çojnë në fazën e re, më me shumë qartësi dhe absolutisht sukses.